Këtë të premte në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë u përurua botimi në gjuhën shqipe me titull Shën Sofia, kishat e mençurisë së të në Zotin në përbot. Në aktivitet ishte i pranishëm edhe kryepiskopi i Kishës Ortodokse, fortlumturia e tij Joani, i cili theksoi se ky botim dokumenton rëndësinë historike, kulturore dhe fetare të Shën Sofisë dhe ndikimin e saj në katedralet dhe kishat e tjera në mbar botën. Festa e kishave, dedikuar Shën Sofisë, urtësisë Perëndisë, lidhet me festën e Pentikostisë dhe Trinisë së Shenjtë, sepse urtësia e Perëndisë nuk është një veti abstrakte, por zbulesa e plotë e Perëndisë trinitare, Krishti, sipas interpretimit kryesor patristik. Lidhja ndërmjet festës së mes Pentikostisë dhe urtësisë së Shenjtë tregohet nga fakti se në ikonën e kësaj dite, Krishti paraqitet në mes të pleqjve të tempullit, mësuesve të ligjit, duke u demonstruar atyre njohurinë e tij për fjalën e Perëndisë, urtësinë e tij. Ishte pikërisht ky besim dhe ky përkushtim që frymëzoi dhe motivoi ndërtimin e kësaj kishe, katedrale të madhërishme, dedikuar Isu Krishtit si fjala dhe urtësia e Perëndisë. Si përfundim mund të themi se vëllimi që prezantohet sot dokumenton se Shën Sofia nuk ishte një fenomen i veçantë, ajo përfshin kisha historike e kushtuar urtësisë së Perëndij pothuajse në të gjithë botën, duke provuar se Shën Sofia, ndonse është një ikonë arkitekturore dhe kulturore e qytetërimit bizantin dhe ortodoks, nuk i përket vetëm Konstantinopojës dhe ortodoksisë, sepse urtësia e Perëndisë është themeli jo vetëm i besimit krishterë, por i shumë qytetërimeve të tjera në të gjithë botën. Botimi përfshin gjithashtu 37 kisha historike kushtuar urtësisë së Perëndisë nga ishujt britanik deri në Kinë, duke dëshmuar ndikimin universal të Shën Sofisë si simboli besimit, artit dhe kulturës.